Familja e Hakimirit ka reaguar shpërndaj Yoshim Thaçit, duke e dhënë dritë mbi mënyrën se si ai për 2 dekada ka krijuar një histori të sajuar për të mbuluar të vërtetën. Sipas familjes, Thaçi ka përdorur tituj të rem si drejtori i drejtorisë politike dhe ka shkruar komunikata që kanë quar në prit dhe viktimizim të 10 detarëve mbi të cilët ndërtoi karrierën e tij politike. Familja e Imerit denoncon pagesat e avokatëve luksoz, sajën e dëshmitarëve, si dhe botimin e librave biografik me parathënie të porositur për të ndërtuar një imazh të pasakt të Thaçit, por sipas familjes, as këto skema nuk do të dishpëtojnë Thaçin. Në vijim postimi i plot, miq, për 20 vite Yoshim Thaçi ushqiu publikun me tregime të fabrikuara. Ai thoshte se ishte drejtori i drejtorisë politike dhe shkruante komunikata që quan në prit 10 detar, mbi trupat e tyre ndërtoi ngjitjen politike të tij. Më pas, si kryeministër i qeverisë së përkohshme, themeloi shikun famkeq me Kadri Veselin, të cilit tash e sa kohë po ja hedh fajin. Në hang dolën dokumente që tregonin se drejtori i komunikimit ishte edhe komandant i përgjithshëm i UÇK-s. Ai që dikur thoshte historia nuk rishkruhet, sot përpiqet ta rishkruajë vetë. Paguan avokat luksoz, sajon dëshmitar, blen libra biografik me parathënie të porositur e servile. Madje edhe ish prokurorin anglez Jeffrey e pagoi me paratë taksa paguesve për të shtuar një grim kontributi në biografinë e tij. Por as po të ndot, duke angarkuar barën shokëve, a mund të zbardhet një jetë mbështetur mbi gjak me miliona euro e dorëshkrime luksoze? Vështirë. Edhe dëshmitarët e blerë të rem po dëshmojnë në gjyqin e Hagës, asnjë skenari të rrilluar nuk e fshin të shkuarën. Historia është udhkryq i hekut për gjarë për asaj kohe dhe për kreun e NPK-s tani. I pandehur e di këtë. Shpëtimin e kërkon duke shpërndar fajin mes shtabeve e zonave, por plani do të dështojë gjarë për. Historia nuk shlyhet me laps të rem, drejtësia nuk nje faj kolektiv. Ajo po dëshmon edhe po propon fajin tënd, sa do dëshmitar të sajuar e biografitës të lisura të ketë. Udhëtimi i tij ka arritur në udhkryq, drejtësia nuk e lë të kalojë, gjarë për i ka mbetur i çakorduar, nuk bin më askënd, sepse historia shkruhet me fakte dhe ndonjëherë po, edhe rishkruhet.